E premte 13. Ka një supersticion në të cilin thuhet se nëse data 13 bie ditë premte, atëherë mund të jetë një ditë ters. Por a është e vërtetë kjo, apo thjesht një mit i ardhur nga kohë të lashta? E premtja 13, Friday the 13th, është një ditë që në kulturën perëndimore mund të konsiderohet ditë ters apo ditë fatkeqe. Shumë njerëz besojnë se në këtë ditë më ndodhin më shumë aksidente, probleme apo ngjarje të këqija. Frika nga kjo ditë madje ka dhe një emër shkencor: paraskevidekatriafobia. Por pse numri 13 konsiderohet ters dhe pse pikërisht e premtja? Në shumë kultura, numri 12 shikohet si numri perfekt. Prandaj kemi 12 muaj në vit, 12 shenjat e zodiakut, 12 perëndi në mitologjinë e lashtë, 12 apostujt të Jezu Krishtit. Por kur vjen 13-a, ai shihet si një numër që prish harmoninë. Një histori e famshme është darka e fundit, ku në tavolinë ishin 13 persona dhe njëri prej tyre ishte tradhtari. Por cila është historia më e famshme për datën 13? Një nga teoritë më të përhapura lidhet me një ngjarje të madhe historike: arrestimi i kalorzëve templar. Ishte pikërisht 13 tetori i vitit 1307 në një të premte, kur mbreti francez Filipi IV urdhëroi arrestimin e anëtarëve të Knight Templar. Ato u akuzuan për herezi dhe shumë prej tyre u torturuan dhe u vranë. Disa historianë mendojnë se kjo ngjarje ndikoi në krijimin e frikës nga e premtja 13. Le të japim disa shembuj modern që e rritën më shumë këtë frikë. Një shembull shumë i njohur është filmi horror Friday the 13th. Filmi prezantoi personazhin e famshëm Jason, një nga figurat më ikonike të filmave horror. Pas këtij filmi, ideja se e premtja 13 është një ditë e mallkuar u përhap edhe më shumë në botë. Po, çfarë gjërash interesante mund të ndodhin në këtë ditë? Shumë njerëz bëjnë gjëra të çuditshme për shkak të besytnisë. Ka njerëz të cilët kanë frikë të udhëtojnë atë ditë. Madje në këtë ditë, sipas raportimeve, biletat janë edhe më të lira. Disa çifte e eliminojnë martesën në këtë datë? Absolutisht jo. Por ka dhe të tjerë që nuk kryejnë operacione apo nuk marrin vendime të rëndësishme në jetë në këtë datë. A e dini që shumë hotele nuk e kanë dhomën me numër 13? Kalohet direkt nga dhoma 12 tek 14, apo disa ndërtesa nuk e kanë katin e 13. Kalohet nga kati i 12 në të 14, kështu të paktën shënohet. Por sa herë mund të ndodhë? E premtja 13 ndodh të paktën një herë në vit, por në disa raste mund të jetë edhe 3 herë në vit. Por gjithë kjo besytni, a është e vërtetë? A mund të themi se e premte 13 është një ditë fatkeqe? Studimet tregojnë se nuk ka prova shkencore që ndodhin aksidente në atë ditë. Nuk ka statistika që tregojnë se ka gjëra të çuditshme, por njerëzit gjithsesi bëhen më të kujdesshëm. Dhe duke qenë se bëhen më të kujdesshëm, kjo çon në më pak aksidente. Ja dhe disa fakte shumë interesante. Presidenti amerikan Franklin Roosevelt kishte frikë nga numri 13 dhe asnjëherë nuk udhëtonte në datën 13 të muajve. Një tjetër kompozitor, Arnold Schoenberg, kishte frikë ekstreme nga numri 13, por çudia ndodhi që ai vdiq më 13 korrik 1951.
Por ka disa kultura të tjera të cilët nuk e konsiderojnë numrin 13 ters, por numrin 17. Për shembull, në disa krahina të Italisë konsiderohet 17-a numër ters. E premte 13 ka një ndikim masiv në të gjithë kulturat botërore. Por si e shpjegojnë psikologët këtë fakt? Ato thonë se njerëzit mbajnë mend më shumë ngjarjet negative. Ato lidhin rastësitë me besytnin, kërkojnë kuptimin në rastësi, dhe kjo quhet bias psikologjik. Okej, tani për supersticiozët, do të tregojmë se çfarë bëjnë ato në këtë ditë që e quajnë fatkeqe. Supersticiozët besojnë se disa gjëra mund t'i mbrojnë ose t'u sjellin fat. Këtu futen hajmalit ose amuletat. Shumë njerëz mbajnë një amulet. Mund të jetë një kryq, një figurë e vogël fatlume që simbolizon një mbrojtje. Ato e mbajnë me vete ose e vendosin në shtëpi për të larguar energjinë negative. Gurët e kristalit. Disa gurë si kuarci i bardhë ose ametisti përdoren për të rritur energjinë pozitive dhe për të ndjerë qetësi. Supersticiozët besojnë se këta gurë absorbojnë energjinë e keqe dhe i mbajnë ato të mbrojtur. Stoli dhe unaza fatlume. Një unaz ose stoli që dikush e lidh me fatin ose me momente të mira të jetës mund t'u japë siguri gjatë kësaj dite. Numrat fatlum. Shumë njerëz e shmangin datën 13 dhe zgjedhin simbole ose numra që konsiderohen të mirë, si 7 apo 8 për shembull, kur zgjedhin tavolinën ku ulen apo dhomën e hotelit. Rituale dhe veprime simbolike. Supersticiozët besojnë se disa veprime të thjeshta mund t'i mbrojnë nga tersi apo nga fatkeqësi. Ato prekin drur apo objekte të shenjta. Ky zakon e ka origjinën të lashtë dhe përdoret për të larguar fatkeqësinë nga trupi apo shtëpia. Hedhja e kripës pas shpatullave. Ky është një veprim simbolik që jep njeriu ndjesinë se po largon energjinë negative që mund të vijë. Lutje apo meditim. Shumë njerëz i përdorin këto si mënyrë për të ndjerë qetësi dhe për të mbajtur mendjen larg ankthit të ditës. Qiri dhe aromat e bimëve. Shërebela, trëndafila ose erëza të tjera përdoren për energji pozitive dhe për të krijuar një ambient të sigurt dhe të qetë. Ato bëjnë një kujdes personal. Supersticiozët nuk mbështeten vetëm tek objekte dhe rituale. Ato ndryshojnë dhe sjelljen e tyre këtë ditë. Duke shmangur vendime të mëdha, nuk nisin projekte të reja, nuk firmosin kontrata të rëndësishme. Qëndrojnë më shumë në shtëpi. Kjo për të shmangur aksidentet apo situatat e paparashikueshme. E ngasin makinën më ngadalë dhe kujdesen për sigurinë personale. Çdo veprim bëhet me kujdes shtesë. Disa zakone të vogla, por që supersticiozët besojnë se kanë efekt. Veshja e ngjyrave të veçanta. E kuqe ose e bardhë për shembull, besohet se sjell energjinë pozitive. Këto rituale mund të duken të thjeshta, por ndihmojnë psikologjikisht personat që janë të lidhur pas frikës së datës 13. Supersticiozët e shohin të premten 13 si një ditë që kërkon kujdes, rituale dhe objekte mbrojtëse. Megjithse realisht nuk ka prova shkencore që kjo ditë mund të sjellë fatkeqësi. Edhe pse shumë njerëz i shmangin disa gjëra këtë ditë, mos harro, të gjitha ditët janë një mundësi për fat dhe energji të mirë. Një këshill e thjeshtë, edhe në të premten e 13, bëj atë që të bën të ndihesh më mirë, të buzëqeshësh me miqt dhe mos u shqetëso shumë për numrat.
Në fund të fundit, mos lejo që një numër të vendosë disponimin tënd. Ti je më i fortë se supersticionet. Ndaje këtë video me miqtë tuaj dhe shihemi në videon e radhës. Ju uroj një ditë sa më të mbar.